Cristiano Ronaldo nuk është thjesht një futbollist, ai është një fenomen global, një simbol i suksesit dhe përkushtimit dhe një nga sportistët më të suksesshëm të gjithë kohërave. Kjo është historia e trofeve të tij dhe rrugëtimi drejt pavdekësisë së futbollit. Gjithçka filloi në Madeira të Portugalisë. Nga një djalë me ëndra të mëdha, Ronaldo u rrit shpejt dhe u transferua në Sportingun e Lisbonës. Talenti i tij nuk kaloi pa vënë re dhe shumë shpejt ai u bashkua Manchester United. Në Angli, Ronaldo fitoi titull kampion në Premier League, Kupa Kombëtare dhe Ligën e Kombeve. Këtu, ai fitoi edhe çmimin e parë individual që e vendosi në krye të futbollit botror. Por epoka më dominuese e karrierës së tij erdhi te Real Madrid. Në klubin spanjoll, Cristiano Ronaldo fitoi disa herë Ligën e Kampionëve dhe u bë golshënuesi më i mirë në historinë e këtij kompeticioni. Çdo sezon sillte rekorde të reja dhe trofe që forconin statusin e tij si legjend. Pas Real Madrid, Ronaldo vazhdoi suksesin në Itali me Juventusin. Ai fitoi titull kampion në Serie A dhe tregoi se mentaliteti i kampionit nuk njeh kufi as moshë. Në kombëtarin e Portugalisë, Ronaldo arriti një nga momentet më të mëdha të karrierës, fitimin e kampionatit evropian. Ky trofe nuk kishte vetëm një fitore personale, por një moment historik për gjithë kombin portugez. Në një kapitull të ri të karrierës së tij, Ronaldo u transferua në Arabinë Saudite te klubi Al Nassr. Ky hap nuk ishte vetëm një sfidë re sportive, por edhe një moment historik për futbollin në lindjen e mesme. Me përvojën dhe leadershipin e tij, Ronaldo ndihmoi në rritjen e nivelit të vëmendjes globale ndaj kampionatit saudit, duke fituar trofe dhe duke frymëzuar një brez të ri futbollistësh. Historia e trofeve të Cristiano Ronaldos nuk është historia e një kampioni që nuk ndalet kurrë. Nga Europa në Arabinë Saudite, ai ka lënë zhurmë kudo ku ka luajtur. Cristiano Ronaldo nuk është vetëm një futbollist i madh, ai është një legjendë e përjetshme e futbollit.